Jemi rikthyer, kam kënaqësinë që të kem në një komunikim të drejtë për drejtë zotin Ilir Alia, ekspert i çështjeve ndërkombëtare. Zoti Alia, përshëndetje, faleminderit për kohën. Faleminderit, kënaqësi. Zoti Alia, besoj keni ndjekur edhe zhvillimet e orëve të fundit për neutralizimin e një rakete balistike e cila e kisha këtë detajin, e kisha shmangur, por është i rëndësishëm, ishte nisur për në Mesdhet, dhe është neutralizuar në territorin e Turqisë. Tani, në përmasat që ka marrë konflikti, sa mundësi reale ka që palët të negociojnë dhe sa risk nga ana tjetër ka që konflikti të vijojë të përshkallëzohet? Shiko, regjimi iranian nuk ka lënë asnjë tentativë ose hapësirë deri tani për të biseduar. Që në ditën e parë për të dielën, mas dite, presidenti Trump tha që unë kam folë me liderit e ri të Iranit, sepse ishte vrarë Ali Khomeini, pra Ayatollahu Khomeini, dhe do ulemi të bisedojmë. Mirëpo ishte i menjëhershëm radhimi që vinte nga kryetari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Ali Larijani, i cili tha ne nuk bisedojmë me ato që kanë ndërprerë negociatat mes dy palëve. Unë e shoh si një moment shumë të vështirë situatën. Ka problematika sepse Irani ka mbyll dhe ngushtitin e Hormuzit, dhe kush është më i dëmtuari është Europa, që nuk ka dhe që është furnizuar me gaz nga Katari, dhe me naftë gjithashtu nga vendet e Gjirit Persik. Mran darkë presidenti Trump tha që do dërgojë anije ushtarake në Gjirin e Hormuzit për të shoqëruar tankerat e naftës dhe të gazit, por që unë e shoh si shumë të rrezikshme nëse ndodh kjo. Sepse ngushtica është vetëm 33 kilometra e gjerë, dhe një pjesë kontrollohet nga Irani, një pjesë tjetër nga Omani, dhe ka një rryp të ngushtë të ujrave ndërkombëtare, por që është lehtësisht i kontrollueshëm nga garda revolucionare iraniane, dhe që mund të bëhen atentate ndaj këtyre anijeve tregtare apo edhe ushtarake. Pra nuk do të ishte, le themi, një veprim strategjik i duhur ndërhyrja me forca apo le themi ushtarakisht në ngushticën e Hormuzit? Është shumë e vështirë, do ketë humbje të mëdha njerëzore, dhe ky është problemi, jo se nuk është nga pikpamja strategjike, jo se nuk është një veprim i duhur, por do ketë humbje të mëdha në njerëz. Lidhur me zhvillimet në brenda Iranit, sepse edhe ajo çfarë ndodh brenda territorit iranian shihet me interes. Është ekzekutuar lideri suprem, Khamenei, ndërkohë që sot është zgjedhur djali i tij, Mojtaba, nuk di nëse e shqiproj siç duhet, por është zgjedhur lideri suprem. Çfarë mund të sjellë kjo lëvizje, le të themi, brenda Iranit? Shikon, nuk është e sigurt që është zgjedhur akoma. Ato janë duke jo mbledhur, se nuk mund të them mbledhje fizike, sepse kanë frikë se Izraeli do i godas përsëri. Nuk kemi deri tani një konfirmim. Flitet që është zgjedhur djali Ali Khamenei, por akoma nuk kemi një konfirmim nga Teherani. Çfarë mund të sjell? Unë shoh si ndërkohë ishin të qarta edhe mesazhet e Izraelit, kur tha se nëse edhe ky, pra një lider i cili nuk na binte, do të ketë njëjtin fat si Khamenei. Patjetër. Po çështja është që si e shoh unë e shoh që tashmë ka fituar krahu radikal në Iran. Pra, dhe nuk besoj se do ketë një zgjidhje pa humbje të plot të regjimit në Teheran, nuk do besoj se do ketë një zgjidhje paqësore, domethënë që të ulen në tavolinën e bisedimeve. Pra vështirë që... Sepse shoh që deklaratat që bën garda revolucionare iraniane
që është krahu i armatosur i ajatollahëve dhe i radikalëve. Duhet të kujtojmë këtu që vetëm pjesëtarët, pra garda revolucionare dhe ajatollahu, ai që vdiq, pra familja tashmë, drejtojnë rreth 80% të ekonomisë të Iranit. Pra janë disa institucione në Iran të cilat janë shumë të fuqishme si nga pikpamja e pushtetit ushtarak, por edhe nga pikpamja e pushtetit financiar. Kështu që çrënjosja mbetet mision i vështirë, gati pa mundur. Gati pa mundur. Është shumë e vështirë sepse që në momentin e parë kur ato kanë ardhur në pushtet në vitin 79, ato kanë krijuar një sistem të tillë që edhe në rast të vdekjes së Khomeinit, Ayatollahut, pra, sistemi të drejtohet nga rrjeti tjetër, pra i pasuesve të tij, dhe kjo e bën të vështirë edhe eliminimin, pra nuk është eliminimi Ayatollah Khomeinit një moment ku beson që ra dhe regjimi. Jo, nuk bjen regjimi vetëm me vdekjen e atij. Me vdekjen e një lideri edhe drejtuesve të lartë të ushtarak në Iran. Lidhur me raketën që është neutralizuar në territorin e Turqisë, fakti që ishte nisur për një mesdhem, duke lidhur pak edhe me shqetësimet e ditëve të fundit, lidhur me një sulm të mundshëm të Iranit në vendet e mesdheut, përfshirë Shqipërinë, duke e përqendruar pa dashur që të kalojmë, sepse kjo është pa diskutim një çështje dhe një temë tetë e ndjeshme, por kampi Ashraf në Manz dhe pozicionimi, le të themi, i Shqipërisë kërcënohet nga një sulm i mundshëm nga ana e Iranit, por edhe këto lëvizjet e orëve të fundit. Teoretikisht po, sepse ato kanë disa raketa që i kanë zhvilluar në vitin 2024, raketat që kanë rrezë veprimi deri në 2000 kilometra, pra që përfshin edhe Shqipërinë. Por unë nuk besoj se do ndodhi. Pra, e shihni të paktën në këtë rast duket shiko, duke lidhur pak edhe me faktin që Shqipëria është vend i NATO-s, që do thotë sulmi ndaj një vendi antar i NATO-s do të sillte një përgjigje edhe nga aleanca në drejtim të Iranit. Dakord, por ne kemi qenë të sulmuar, nëse ju kujtohet vitit 2022, kemi qenë të sulmuar me luftë hibride nga Irani, ku ju kujtohet që të gjitha sistemet tona ranë në duart të një grupi që ishte i lidhur me Iranin, pra, dhe NATO e cilësoj këtë si, pavarësisht se ishte një sulm kibernetik, e cilësoj si një mundësi dhe i bëri një deklarat NATO në atë kohë që i thonë të Iranit që kujdes sepse Shqipëria është pjesë e NATO-s dhe sulmet kibernetike ne do i cilësojmë si pjesë të luftës, ndaj shpallje luftet ndaj një antarit të NATO-s. Dhe me njëherë do hynë fuqi në një 5 i traktatit Aleancës Atlantike. Kam një reagim edhe nga generali Piro Ahmetaj, i cili ve në dukje se nëse do të ndërmerte këtë marrëzi kamikaze Irani, në atë moment do të shpallej luftë nga 32 vendet antare të Aleancës Atlantiku të Veriut. Si edhe për më tepër, në këtë rast shteti iranian do të shpallej shtet terrorist. Kështu që pyetja mbetet çfarë do të përfitonte Irani nga kjo marrëzi, dhe çfarë do të humbiste, do të futej në luftë me NATO-n. Unë ju a thash që unë nuk besoj që do ndodhë një diçka e tillë. Si që edhe ju e nënvizuat, raketa që është eliminuar mbi kufirin e Turqisë, pra brenda territorit turk, ka qenë drejtuar për një vend tjetër, jo në kundra Turqisë, pra.
Pra nuk ka qenë për e orientuar... Po se në deri mes dhe ka edhe luftania amerikane, nuk duhet harrojmë që në Kret për momentin vazhdon të jetë në Kret, në Greqi, pra vazhdon të jetë ajo aeroplanmbajtësia Ford, që është aeroplanmbajtësia më e madhe amerikane. Dhe ne nuk e dim se ku është nisur, cila ka qenë ajo trajektoria e duhur që do të shkonte, kë do godiste, ne nuk e dim këtë. E qartë. Mirë, mbetet për të parë, le të themi edhe për të ndjekur hapasapit gjitha zhvillimet që vinë nga lindja e mesme, pasi duhet thënë që janë dinamike, ndryshojnë nga ora në orë. Zoti Alia, unë ju falenderoj, kënaqësi që ishit me ne. Faleminderit ju. Faleminderit. Do të vjojmë që të flasim për aspektin ekonomik të këtij konflikti, do të shkojmë në një hapësirë tjetër publicitare dhe do të rikthehemi sërish në studio.